Edi Rama është përgjegjësi demonstratës së dhunshme të 21 janarit. Kreu i grupit parlamentar i Demokratëve Astrid Patozi në një deklaratë për media tha se manifestimi paqësor i 28 janarit e opozitës së bashkuar tregon përgjegjësinë e kreut socialist Edi Rama për ngjarjen e 21 janarit. Patozi ka akuzuar liderin e opozitës se më 21 janar organizoi një grup shteti duke dërguar në kryeqytet kontingjente kriminal të armatosur. Le të mos kemi asnjë iluzion me manifestimin e djeshëm. Kryer organizatori i puçit nuk bëri asgjë tjetër, veç se mori përsipër krimin e shëmtuar të 21 janarit. Majoranca legjitime që qeveris vendin është e vendosur jo vetëm të mbrojë rendin kushtetues nga çdo përpjekje e re e puçistëve, por edhe të zbardhë me shpejtësi të gjitha detajet e atij plani ogurzi. Sipas Patosit, me tentativën e tij për të marrë pushtetin me dhunë, Rama i ka shkaktuar dëme të pareparueshme imazhit të Shqipërisë. Edi Rama është përgjegjës për dëmtimin e rënd të imazhit të një vendi antar të NATO-s, që progresonte me shpejtësi drejt Bashkimit Evropian, duke shfaqur qëllimisht para botës një Shqipëri tjetër që nuk ka asnjë lidhje me atë të vërtetën. Kreu i grupit parlamentar të Demokratëve ka theksuar se Komisioni i Posaçëm parlamentar, që po heton ngjarjen e së premtes së javës së kaluar, do të zbardhë të vërtetën dhe do t'u japë organizatorëve të puçit goditjen e merituar.